Njihuni me fshatin ku djemt vdesin beqar, s'kan para për të bler nuse. Ora e këtij komuniteti të vogël ka mbetur në kohën e ish kooperativave bujqësore. Është një fshat i largët në Elbasan, duket sikur ka humbur në kohë dhe hapësirë. Kanë ikur të gjithë. Nja 15 shtëpi të rënuara kanë mbetur mbi kodër. Rrethuar me ullinj e drur frutor gjithfarë, banorët i luten Zotit për shi, ndërsa djemt i luten Zotit për nuse. Të paktën vegjetojnë aty me prindrit e tyre, nja 20 çuna. Kanë haruar të flasin për punët në bujqësi. Secili në mëngjes pyet shokun: "Ke ndonjë haber për nuse?" Përgjigja vjen mohuese, vetëm duke tundur kokën. Kërkojnë nëpër rrjetet sociale, por të gjithë mbeten të mashtruar. Rëndom tregojnë ndonjë foto në celular për nusen virtuale. Fshati është i Elbasanit, kufi me Tiranën. Nga aty duket paq Tirana natën, ndërsa Elbasani nuk duket pas maleve që rrethojnë Bodinin. Jo pak djem kanë hyrë kollovar në Baldushk të Tiranës. Ky fshat i begat për nuse është më afër tyre, por edhe aty s'ka vend më për kollovar. Ndërsa Elbasani nuk parapranon dhëndur të kësaj. Kanë mbetur qiplak, vetëm ndërrojnë. Prindrit po u han shpirtin, kërkojnë nuse në shtëpi. Të gjorët kërkojnë nuse në internet. Asnjë vajzë nuk pranon të martohet aty. Jo se janë djem të këqinj, janë të pashëm dhe të gjatë. Fshati s'ka ujë, herëherë nuk ka drita. Fshati nuk ka rrugë. Për këtë arsye dhe të tjera vajzat nuk janë aq budallashka të veshin vello në Bodin. Po ikën mosha djemve, disa afër të 40-tave. Jo pak prej tyre me trasta në kurisë rrugëve të Greqisë. Nuk fitojnë as para sa për të bler një nuse. S'u ka mbetur gjë tjetër vese të plaken beqar. Fshatin e tyre e ka harruar koha.